thonë, insistimi amerikan është që edhe të ndalet lufta, edhe të fillojnë negociatat, edhe asnjëra gjë nuk ndodhi. U formua ekipi G15, i cili ishte me iniciativë të Rugovës, edhe mas të madhe me konsultim me Rugovën. Në atë kohë, në emrat janë zgjedhur aty. Por kjo shpejt degeneroi, domethënë, pas shkurjes tonë në Beograd, një pjesë e anëtarëve u larguan dhe mbeti një proces negociator i bosh, domethënë, nga ana jonë. Por filloi një iniciativë tjetër, e kjo është ideja që të formohej një qeveri e përkohshme e unitetit, në të cilën Dr. Rugova mbetej president i Republikës, u thet si më i madh politik, por mandatoi dikush që ishte i afërt edhe me LDK-n, edhe me UÇK-n, posaçërisht me ish të burgosurit politik, dhe figura e cila u gjet në atë moment, Mehmet Hajrizi, i cili për shumë kënd ishte i panjohur, përziej në atë kohë më i mend se mendojshin që është Mehmet Haziri, që ka qenë gazetari i radios. E vërtet. Tash përpjekjet amerikane janë të vazhdueshme si të sigurohet një farë homogeniteti i faktorit politik ushtarak në Kosovë. Më kujtohet kemë qenë së bashku me Holbrukun edhe hidhjen në oborin e zyrës amerikane, ka qenë 3 koriku. Kryesorja Holbruku ishte kogja im dhe fosë, më tha, men se t'jem në shtëpinë time, t'i ndezje fish e zjarret edhe t'knaqem me familjen time, unë duhet me çat bash 4 koriku. 4 koriku, unë duhet me çat drasa me ju. Mirë. E kishte si qasja, dinte të bëj pak. Po kryesorja tha, çka të bëj me ju, edhe ne ja përmendim punën e qeverisë së përbashkat. Edhe e pyetëm për punën e Bukoshit, a mund të kthehet në Prishtinë? Tha, unë do t'ju garantoj që ja kthej në Prishtinë. Unë e bi në aeroplan. Edhe ku po dënin, tha, në cilën objekt me vendos, do të ishte shokante për ne, po atëherë për shkaqe të njohura Bukoshi kishte përplasje edhe me Rugovën edhe me një krah të UÇK-s, po kryesorja ne vazhduam përpjekjet dhe erdhëm te emri Mehmet Hajrizit, sepse mendonim me atë logjikën kogja gjithëpërfshirëse që edhe ky faktori ish burgose politik që luante rol të rëndësishëm në UÇK mund të jetë një porosi afruese për faktorin ushtarak. Edhe Mehmeti ishte një prej emrave më të njohur të burgose politik, shumë i balancuar, siç e dimë ne, shumë i, do thotë, nuk ka pas kur farë qasje negative ndaj askujt, ka punu LDK, ka qenë pjesë e LDK-s për vite të tëra, bashkë me Duhet Esenin edhe Ram Bujën e Bashkë Muslimanatën dhe këtë brezin e ishtë burgosëve politik. Edhe si një njeri i matur. I matur, se ne dim kur shkojmë së bashku me Mehmetin te Basadem, të Adem dhe Maçi, që Mehmeti mundoheshte disi ta afronte Ademin ka kjo vija pak ma e mesme, nëse mund të them ashtu. Kështu që Mehmeti u propozu, hili shkon te Rugova kishte pastir kryesin, edhe Rugova propozon, edhe thot, unë jam në rregull. Bile mbat edhe një mbledhje në dikund me këto partitë tjera. Po, në ndërkohë. Bat edhe mbledhja. Ku i largojnë gotat, për shkak që presidenti friguoshte që mos po fillojmë ne se Recep Abdullah nervozohet ndjes pashti, NDSH, do thot nervozohet e kap gotën dhe presidenti Rugova shet thot hiçi çto gota se po bëhet fare belaje këtu. Pra, kryet procesi edhe atëherë ka qenë kjo ka qenë ajo revista që boton të Shtetit Departamenti që mos botohet, kujtohet lajm si paqe, sa di që ka qenë një titull, ku del edhe zyrtarisht lajmi, Mehmet Hajrizi është nominuar kryeministri i ri i Kosovës, do të thonë kjo nuk është për hajgare, kjo prej anës amerikane kryet puna. Po problemi ishte që UÇK-ja nuk e pranoi Mehmet Hajrizin si e pranonin, as nuk e pranoi Basadem. Po, edhe Ademi. Ne jemi marrë një javë ditë, më duket, kemi shku çdo ditë aty. Po, shkonim në banesë, ku jeton të në banesë, edhe me gjitha argumentet e mundshme. Po, një ditë na tha po, mandajt nesër më na tha jo. Po, ishte në periudhën kur besoj mbi vlerësonte forcat e veta politike. Do thotë, Basi ka qenë legjend. Po, atëndë Basi ka qenë legjend për shqiptarët e Kosovës, pa dilemë. Por ky brezi i ri UÇK-s i ka pas
do hesape tjera, do llogari tjera, me gjithë respektin që kanë pas për Adem Demaçin, kanë llogari që vetë duhet i udhëheqin proceset. Pse ka qenë impozant Demaçi kur doli prej burgut? Pas si ardha atëherë në shoqat shkrimtarëve. Edhe ka marrë një fjalim të jashtëzakonshëm. Unë ju përkrahi. Ai ka mujt në atë moment më thonë. Më ul në ushën e Ibrahim Rrugovës. Unë du me qenë lider. Sa për prill të 90-s, ai kishte thënë Ibrahim shumë mirë që është hyve dhe që tash po e marr unë, çu ka qenë Rrugova atë dhe i dhanë mas shkrimeve, mas gjërave të veta, kishte thonë faleminderit që ma huqe që të bar. Edhe u ktheva në një institut albanologjik. Po jo, basi ka thonë ju që keni më të mirë se unë, ju keni bërë punë të mëdha, unë vetëm ju përkrahi ju. Do të thotë kështu që po ka pas lëvizje, ka pas edhe luara jo shumë të këndshme mediatike, ne e dim në vitet 90 edhe kundër Adem Demaçit. Jo kundër Adem Demaçit, do thotë ai pa dalë me çat opsione Ballkanis, i cili objektivisht ishte një përpjekje e tij për ta siguruar një tranzicion paqësor, se Kosova bështe shtet aty, një pjesë një farë konfederate. Mirë, domethënë ato rrethanat ishin tepër të acaruara në Kosovë, se mas Daytonit filluam gjithë të ndiheshim keq, që s'po na arrivej. Po në përgjithësi baci nuk diti me u gjetë në verën e vitit 98 për binjën time, nuk e pa atë që shishim gjithë ne, që duhet të krijojë një bashkëpunim midis presidentit Rrugova, gjithë neve, gjitha partije politike edhe UÇK-s, që një trup i përbashkët është i domosdoshëm. Në fakt biseda përfundoi me kërkesën e tij që Rrugova mu largu pe shtëpisë. Po, kthehet në kat shtat të Dardanis. Po, ku ka jetu Lakrisht, po. Ku ka jetu deri në vitin 92, ai është largu për masa sigurie, jo për shkak të farë luksit vet, po thjesht në ditën kur del në zgjedhje një qytetar serb e gjullë me saksi dhe për pak shpëton Rrugova. Prandaj është largu. Po them baci fatkeqësisht krijoi raporte, arriti me kriju raporte që janë me gjithë. Jo vetëm me ne, po edhe me UÇK-n gjatë Rambujes dhe pas Rambujes. Do të thotë se nuk e kuptoi momentin. Një njeri që kishte kuptuar momentin në periudha kur s'kishin pa çka po ndodh me Kosovën. Pse UÇK hajde mirë Demaçi, po pse krejt ata njerëz me të cilët kemi bisedu nuk e përkrahen me Tajrizin në atë moment. Thonë se ne kemi shku në Likoc, kemi shku ne jemi përpjek, kemi shku në Tiranë, besat, disa herë. Kemi taku me Xhavit Halitin që ka qenë gjithsesi faktor shumë i rëndësishëm në UÇK. Me Azem Sylën besoj jam taku unë. Ti je taku me. Po me Azem Sylën jam taku. Azemi ka pas afinitet ka Adem Demaçi. Në mënyrë evidente, nëse baci vendos me hy, ne përkrajmë, po shiko edhe Azemi ka qenë i afërt, më duket familjarisht me Mehmetin apo? A dikush ka qenë? Jo, Azemi ka qenë. Azem Sylën, po mirë e ki. Mirë, se gruaja e Mehmetit është nga familja Sylën. Po është e vërtetë. Po kanë dulën si përfaqe rivalitetet midis burgosëve politik. Do të them po do të thotë se Mehmeti është llogarisë një farë intelektuali në mesin e burgosëve politik. Edhe dyta ishte puna e frontit, a jeni në front as jeni në front. Ne që jemi në front kemi të drejtë më shumë se ju që jeni në front, dhe ky është një peqëndim, edhe treta s'kishte strukturë unifikuese as në UÇK. Tek në gusht të vitit 98 bëhet drejtoria politike. Do të s'ka pas as krah politik UÇK-ja deri në gusht të